Edhe pse kishin kërkuar leje me shkrim në policinë e Tiranës, kjo e fundit ka refuzuar të lejoj protestën e shoqatës në mbrojtje të administratës publike, para hotelit ku zhvilloi takimi i lartë BE Shqipëri. Nga ana e tyre drejtues të shoqatës thanë se protesta kishte si qëllim të vetëm informimin e zotit Fyle për largimet e shumta në administratën publike, pa motivacion dhe në kundërshtim me ligjin për nënpunësin civil. Policia e Tiranës nuk na lejoi sot të bëjmë një protestë paqësore dhe informuese, me anë të cilës do të kërkonim të bënim të ditur zotit Fyle shqetësimin ton, kërkonim të bënim atij të ditur padrejtësitë që na janë bërë. Ne jemi duke ndjekur të gjitha rrugët ligjore dhe demokratike, për të mos u pajtuar me padrejtësitë që na janë bërë, me largimin e pamotivuar dhe antiligjor nga puna. Në përgjigjen e dërguar me shkrim, Policia e Tiranës ka sqaruar se nuk kishte mundësi të garantonte mbarvajtjen e protestës për shkak të angazhimit gjatë vizitës së nivelit të lartë të Bashkimit Evropian. Kjo është përgjigje që na ka kthyer drejtoria e policisë, e cila refuzon. Për dieni ne kemi kërkuar që edhe të kishim një takim me zotin Fyle. Meqenëse na mungon kjo përgjigje, donim t'ia përcjellim këtë mesazh drejt për drejt në një manifestim, themi me pak njerëz, me pjesërisht nga administrata. Sipas shoqatës, për mbrojtjen e administratës publike, deri më tani numërohen mbi 5000 punonjës të larguar nga administrata, që pas ardhjes në pushtet koalicionit të majtë. Ndërkohë, shumica e tyre ka nisur procese gjyqësore për largim të paligjshëm nga vendi i punës.